Vetëm pak orë pasi lundroi drejt fitores në zgjedhjet kombëtare të Gjermanisë në shkurt, Friedrich Merz mori një pozicion që mund të përcaktoj fare mirë mandatin e tij të ardhshëm si kancelar. Gjatë debatit tradicional televiziv pas zgjedhjeve, Demokristiani mbajti një monolog 2 minutash mbi sigurinë, duke deklaruar se Evropa duhet si një prioritet absolut të bëhet e pavarur nga Shtetet e Bashkuara sa më shpejt të jetë e mundur. Ai vazhdoi të vinte në pikpyetje nëse NATO do të ekzistonte ende deri në kohën e samitit të ardhshëm të qershorit dhe paralajmëroi se BE-s mund të duhet të krijojë aftësi të pavarura mbrojtëse shumë më shpejt. I veçpalluri transatlanticist dhe udhëheqësi i partisë më pro-amerikane të Gjermanisë, duke se po i kthente shpinën Xhaxha Semit, që nga zgjedhjet është bërë qartë se Merz preku zemrën e Parisit, ku zyrtarët kanë qenë shumë entuziast për pikpamjet që ai ka shprehur në çështjet gjeostrategjike, tha një diplomat evropian. Lidhja e Merz me Macron shkoi përtej gjeopolitikës dhe marrëdhënies së tij personale me Francën, duke filluar që nga një shkëmbim studentësh në Auvergne, ajo përfshin stilin e tij qeverisës, eurofilin pasionante, e madje edhe politikën ekonomike të koalicionit të tij. Ndërsa ai do të kurorzohet kancelar gjerman nga Bundestagu të martën, Macron paralajmëron gjithashtu një BE me më shumë shije franceze. Shtytja e Merz si leadership evropian dhe një centralizim të fuqive të politikës së jashtme, si ai i presidentit, është me të vërtetë shumë franceze, ndërsa të gjitha vendimet evropiane në Francë merren përmes zyrës së presidentit. Macron mund veprojë me më shumë vendosmëri në çështjet e jashtme. Ndarja e përgjegjësive të BE-s midis ministrive dhe partnerëve të koalicionit e bëri këtë të vështirë për Gjermaninë. Ministria e jashtme, që zakonisht mbahet nga një partner i vogël i koalicionit, shpesh e kishte pozicionuar veten kundër kancelarit si një lloj organi korrigjues, tha Johan Van de Poel, ministri i jashtëm i jashtëm i CDU-s. Kjo tani mund të ndryshojë, shtoi ai. CDU e Merz është partia e parë në gati 60 vjet që kontrollon të 3 ministritë që koordinojnë politikën e Gjermanisë për BE-n, kancelari, Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Jashtme, e cila përfshin Ministrin e Evropës. Kjo mund të ndihmojë në përmirësimin e politikës së jashtme dhe të BE-s dhe në uljen e abstenimeve gjermane nga votimet në nivel BE për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme. Treshja e CDU-s, Merz, Van de Poel dhe Ministria e Ekonomisë Katerina Reiche gjithashtu mund të predikojnë në mënyrë kohezive ungjillin e Merz jashtë vendit në të njëjtën mënyrë që Macron, Le Drian dhe Le Maire përhapur mesazhin e presidentit në kulmin e tij. Edhe pse Merz nuk do të ketë fjalën e fundit për gjitha dosjet e kontestuara, kancelari do të fitojë fuqi koordinimi. Ministri i Shtetit Thorsten Frey do të mbajë seanca javore me ministrat e rinj për të qortuar legjislacionin e ardhshëm të BE-s dhe për të zbutur konfliktet. Në fakt, shumë gjëra do të varen nga veprimet e vet Merz, shkrua në Euroaktiv në fjalimin e tij në Kongresin e PPE-s javën e kaluar në Valencia. Ai e vendosi lart standardin duke premtuar: "Ne do të jemi gati të formojmë një qeveri, e cila do të jetë një nga mbështetësit më të fortë evropian që kemi parë ndonjëherë nga vendi im."